الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Falënderimi qoftë Allahut Azza wa Jall, salavat dhe selamet na dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyreve që e pasuan dhe ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, kur Allahu subhanahu wa ta'ala e përmend një njeri të mirë në Kur'an, qoftë pejgamber apo qoftë njeri i mirë, e ka për qëllim dy gjëra. E para që ta dojmë atë dhe e dyta që ta pasojmë atë. Dhe nga ata njerëz të mirë që Allahu subhanahu wa ta'ala i ka përmend në Kur'an, e kemi edhe Luqmanin alayhi salatu wassalam. Pra njihet si Luqmanul Hakim, pra Luqmani i urtë. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala i kishte dhënë urtësi. Dhe vetë fakti që Allahu xhelle wa ala e emërtoi një sure në Kur'an me emrin e tij, jep me kuptu se është nga evlijat e Allahut dhe rob i dashur i tij. Dhe vetë fakti që dietarët kanë diskutuar për Luqmanin alayhi salam, a ka qenë pejgamber apo ka qenë vetëm njeri mirë, jep me kuptu pozitën e tij tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe shumica e dietarëve thonë për Luqmanin alayhi salam se ka qenë njeri i mirë, pra evlija prej evlijave të Allahut, dhe nuk ka qenë në gradën e pejgamberëve. Pra nuk ka qenë pejgamberi Allahut subhanahu wa ta'ala. Luqmani alayhi salam ka qenë për një vendit që quhet Nube, pra midis Sudanit dhe Egjiptit, me konkretisht në jug të Egjiptit të sotit, vëllezër të nderuar. Dhe Luqmani alayhi salam, thot Ibn Jarir at-Tabari rahimahullah, ka qenë zezak dhe ka qenë prej evlijave të Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe ka qenë nga ata të cilët ka pas pozitë të lartë e Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe që Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmend në Kur'an dhe ka emërtuar një sure me emrin e tij. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Wa laqad atayna Luqmana al-hikmah an yashkur lillah." Thot ne me të vërtet ja kemi dhënë Luqmanit urtësinë dhe i kemi thënë që falëndero Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe ai që falënderon Allahun, fa inma yashkuru li nafsi, ai falënderon për veten e vet. Ndërsa ai i cili mohon Allahun, fa inna Allaha ghaniyyun hamid, Allahu subhanahu wa ta'ala është i pasur, është i pavarur dhe është i lavdëruar dhe i falënderuar nga krijesat në qiell dhe në tokë. Pra, nëse falënderon Allahun xhelle wa ala,
ti ngritësh dhe lartësohesh te Allahu, dhe Allahu të shpërblen para të falënderim. Dhe me falënderimin tënd ndaj Allahut ti nuk ja shton sundimin Allahut subhanahu wa taala. Po dhe me mohimin tënd ndaj Allahut subhanahu wa taala, aja të kthehet kundër teje, nga se nuk ja pakson sundimin Allahut subhanahu wa taala. Prandaj tregohet se Luqmani alayhi salam e ka pas një shërbëtor. Edhe një ditë prej ditëve shërbëtori i thot Luqmanit alayhi salam me prej një dele. Edhe pastaj pasi e therr atë dhe duke rjep atë, i thot me nxirr dy gjëra që janë më të mira në këtë dele. Dhe Luqmani alayhi salam, që Allah ja kishte dhënë ursinë, i thot: ja gjuha dhe zemra, këto janë dy gjërat më të mira në këtë dele. Dhe pastaj një ditë tjetër, prapë prej një dele, dhe i thot me nxirr dy gjërat që janë më të liga dhe më të këqija në këtë dele. Dhe pastaj Luqmani alayhi salam ja prap gjuhën edhe zemrën. Dhe i thot shërbëtori Luqmanit alayhi salam, thot kur të thasha ditë me nxjerr dy gjërat më të mira, ma dhe gjuhën dhe zemrën, dhe kur të thash me nxjerr dy gjërat më të këqija, ma dhe prap gjuhën dhe zemrën. Si është e mundur kështu? I thot shërbëtorit të tij, thot gjuha dhe zemra, kur rregullohen nuk ka gjë më të mira se sa këto. Dhe kur prishin këto dyja, nuk ka gjëra më të këqija se sa këto. Prandaj Allahu subhanahu wa taala në këtë sure i përmbledhi disa këshilla të Luqmanit alayhi salam, të cilat ja kishte dhënë djalit të tij apo birit të tij. Pra Luqmani alayhi salam, vëllezër të nderuar, po e këshillon djalin e tij. Dhe vetë fakti që Allahu subhanahu wa taala po i tregon këshillat, se si ja ka dhënë prindi e vladit, ja me kuptu madhështia këtyre këshillave. Ka se Allahu azza wa jalla ka përmendur në Kur'an. Prandaj thot Allahu subhanahu wa taala: wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. Thot përkujta kur Luqmani po e këshillon djalin e tij dhe po i thot: o biri im, mos i shoqëros Zotit shok, mos i bëj Allahut shirk, për arsye se shirku, shoqërimi ndaj Allahut, është padrejtësia më e madhe, është mëkati më i madh dhe është krimi të gjitha krimeve. Shirku është mëkati më i madh, vëllezër të nderuar. Ka kërcënuar Allahu në Kur'an se kush do që vdek me të dhe del për kësaj bote me shirk, kur për ta s'ka xhenet dhe s'ka mundësi me hinë xhenet ai njeri. Sa do i mirë të ka vëkan këtë dynja, sa do humanitar nëse ka qenë këtë botë, sa do dërdhan që ka qenë këtë dynja, po nëse ka vdek me shirk, babi pejgamberit me kanë, djali pejgamberit me kanë, grua pejgamberit me kanë, fe inna Allahe harrama alejhi l'gjenne, Allahu ja ka bo haram gjennetin ati i cili vdek me shirk. Prandaj, porosia e parë e Luqmanit dhe më e rëndësishmja, edhe që një herët është edhe themeli fesë, është që murujt tauhidi, murujt imani, murujt haki Allahut, njësimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra mos me i bo shak, mos me i bo shirk, vetë fakti që ti nuk i ban shirk Allahut, jap me kuptu se ti je duke realizue njësimin e Allahut, tauhidin, imanin, besimin si duhet në Allahun subhanahu wa taala. Thot Allahu azza wa jall për këtë mëkat dhe për këtë krim: wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik. I thot Allahu pejgamberit alayhi salam, njeriu dhe krijesës më të dashur për gjitha krijesave. Thot të shpallur ty dhe vëllezërve tu pejgamber para teje, se nëse i bën Allahu shirk, la yahbatan amalak, Allahu do t'i azgjëson veprat tua, wala takunanna min al-khasirin, dhe ti do jesh prej atyre të shkatruarve.
Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Wa qadimna ila ma amilu min amal", dhe në ditën e gjykimit do ja paraqesëm gjitha veprat e mira që i kanë bërë njerëzit, fejalnahu haba'an manthura, dhe ata që na kanë bërë shirk, thot do ja azgjësojnë dhe do ja bëjnë veprat e tyre hidhe plor. Prandaj shirku është ai që më së shumti janë friksu pejgambert. Dhe shikoni atë porosia e Luqmanit alayhi salam, pra e fillon për asaj çka është më e rrezikshme dhe është kërcënim shumë i rënd. Allahu na ruajt me na ndodh kjo ose me vdek me ta. Prandaj duhet ta kuptojmë këtë porosi madhështore dhe të kujdesemi se ta ruajmë tauhidin ton dhe imanin ton dhe besimin ton, dhe të ruhemi nga gjitha ato të cilat e cenojnë dhe shkatrujnë, për arsye se shirku është cenimi të drejtës së Allahut subhanahu wa ta'ala. Shirku është krimi i gjitha krimeve dhe mëkati më i madh që i bëhet Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj vëllezër të nderuar, vazhdon Luqmani alayhi salam dhe ka lënë porosinë e dytë dhe i thot: "Wa wasayna al-insana biwalidayhi husna", dhe kena porosit njeriu të jetë i mirësjellshëm ndaj prindërve të tij. "Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn", nga se nëna e tij thot me mund e barti dhe me vështirësi e lindi atë. "Wa fisaluhu fi amain", dhe pas 2 viteve ja dojti gjinin atij. "E një shkurli wali walidejk", pastaj i tha Allahu: "E porositi e vladet më falëndërue mu, nga se jam krijuesi kësaj gjësie, dhe pastaj me i falëndërue prindrit, ata që më bën sebeb të më ardhë në jetën e kësaj bote." Pra Allahu subhanahu wa ta'ala apo pasi këshilloi Luqmani alayhis salam që të njihet haku i parë, haku i Allahut, kaloi në hakun e dytë që është haku ndaj prindërve. Pra haku i prindërve vjen më njëherë pas hakut Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe është detyrë për e vladet me i ndëgju prindrit e tyre dhe me i respektu ata dhe me i nderu ata dhe me usill mirë me ta. "Wa sahibhuma fi dunya ma'rufa", dhe mos me i kundërshtu ata përveç kur ata të urnojnë që me i bo gjuna Allahot, ose urnojnë me i bo shirk dhe kufër Allahot. Atër kur vjen pyetje, respektin ndaj Allahot dhe respektin ndaj prindërve, për parësi ka respekti Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra në mëkat dhe gjunohen nuk i respektojmë dhe nuk jo bindëm atyre. Ama kur është në pyetje në jetën e kësaj bote, thot Allahu: "Wa sahibhuma fi dunya ma'rufa", dhe në jetën e asaj bote silluni mirë me ta. "Wa in jahadaka ala an tushrika bi shay'a fala tutihuma", dhe nëse ata përpjeken që ty me nxit më mbo shirk mua ose më mbo me kat mua, atëherë mos ju bënd atyre dhe mos i respektoni ato që të nxisin kundra Allahut subhanahu wa ta'ala. Fatkeqësisht mundën disa prind me kampe atyre që me i thonë vladit vet: "Pse po shkon në xhami?" ose "Pse po falesh kat?" Kapi mësimit, kapi asoj kështu me radhë. Prandaj në këtë rast kur është në pyetje namazi dhe xhamia, nuk respektohet prindi. Përparësi ka Allahu subhanahu wa ta'ala, i cili na ka bë obligim namazin dhe na ka bë obligim shkurjen në xhami dhe faljen e kohëve të namazit e kështu me radhë. Pastaj vëllezër të nderuar, pasi ja jep porosinë e dytë, respektin ndaj prindërve, kalon në porosinë e tretë dhe i thot Luqmani alayhi salam birit e tij: "Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ard yati biha Allah." Thot o biri im, nëse aja vepra, thot është e vogël sa grimca, apo sa kokra sinopit që njët një pe kokra më të vogla, thot, dhe nëse aja është e fshehur në qiell, ose është e fshehur në tokë, është për qëllim tokën e 7, thot jeti bi Allah, thot Allah e din për to, edhe ka me sjell ato në ditën e gjykimit. Nuk i ka zë Allahu subhanahu wa ta'ala. "Wa ma taskutu min waraqatin ila ya'lamuha", thot Allahu në ajetin tjetër, dhe nuk ka gjethe cila shkputet
Nga pemave që Allah e din kur ka më shkput. Sa gjethet janë këtë dynjo. Vetëm një pemë sa gjethe i ka, po një malë. Po me gjithat Allahu Azza wa Jalla e din për gjithse cilën gjethe. Kur ka me rohe, a bjen shpinas, a bjen borkas, e din gjatësin e soj dhe gjërsin e soj dhe sa përshana e nëse vendusën të vagë. Nuk ka gjë që se din Allahu. Të gjitha i din Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj edhe Luqmani alayhi salam për këshillon birin e vet, se nuk i ka zë Allahut Azza wa Jall, dhe kështu që ti je në mbikëqyrjen e tina gjithherë. Shkaku i kësaj sepse ja ka thonë Luqmani alayhi salam djalit e tij, është se siç e kanë përmend disa dietar, thot kanë qenë hypur në anije, dhe djali i tij nga imoni dëbet, i ka thonë babes o baba jam, nëse thot e morëm një gurit vogël, thot edhe gjujna që të gurin deti. Dhe pastaj ky guri shkon në detin e zi. Edhe errësir mbi errësir thet, "A din Allahu xhelli wala?" Atëherë Luqmani alayhi salam i thot, "O biri im, thot nëse ky guri, thot do ishte i fshehur mbrana një guri tjetër." Pra i fshehur mbrana një guri. Dhe pastaj ky guri thot gjuhet në fund të detit të zi. Dhe pastaj dhe është dhe errësira e natës. Thët ja ti bi Allah, thët e din Allahu dhe ka me sjell Allahu Azza wa Jall në ditën e gjykimit. Pra që kujdes, je në dijen e Allahut dhe je gjithëherë në vëzhgimin e Allahut dhe sa është e mirë prindi mja mësue vetës e vetë dhe vladit e vetë dhe familjes e ti, se gjithëherë është në mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa ta'ala, në mënyrë që pastaj aje vlad kur del me dal me Allahun Azza wa Jall, edhe kur kthehet mu kthy me Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe me pas besimin dhe bindjen dhe ndjenjen se gjithëherë është me Allahun te bareke wa ta'ala. Dhe pastaj vëllezër të nderuar, duke këshillue Luqmani alayhi salam të birin e tij për Allahun Azza wa Jall, vazhdon në këshilla tjera dhe i thot ja bunayya aqimis salat, thot o biri im falë namazin. Pra falë namazin është për qëllim japja hakun namazit, duke që ndrun kam si dohet dhe ndruku si dohet dhe ulljet si dohet dhe leximet si dohet, nga se je për mbretët të gjithësisë, je për Allahu subhanahu wa ta'ala. Namazi është shumë i rëndësishëm, është shtylla e dytë e Islamit. Namazi është gjëja e parë që ka më pyetë robin ditën e gjykimit. Nëse namazin e ka mirë, çdo gjë do i lehtësohet. Dhe nëse namazin nuk e ka mirë, atë çdo gjë do i rëndohet dhe do i vështirësohet. Allahu na ruaj. Prandaj i thot aqimis salat, falë namazin, wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, dhe urna për të mirë dhe ndalën nga e keqja. Vrejnë e vëllezër të nderuar, pasi që e ka këshilluar hakun e Allahut, dhe se si Allahu subhanahu wa ta'ala e mbikëqyr robin e tij, ka do që është dhe e shet edhe dim për te, dhe i ndëgje fjalët e tina, atëre ka urnu që të jetë rob adhurues ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe të jetë urdhërues për të mirë dhe ndalues nga e keqja, nga se besimtari i cili vjen në xhami dhe besimtari i cili falet dhe i nënshtruhet Allahut, patjetër këqija të cilat i sheh në familjen e tij ose rrethin e tij dhe mbi ambientin ku do që jeton, do të mundohet të përmirëson ato dhe do të mundohet të flas kundër tyre dhe të shëron ato sëmundjet të cilat janë në mesin e shoqërisë. Dhe kështu duhet të jetë besimtari, pra të cilësohet dhe stoliset me këto këshillat e mira të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala i përmend në Kur'an. Pastaj e këshillon wasbir ala ma asabak, dhe të regoj i durushëm dhe asaj që të gadet. Pa dyshim ai i cili urdhnon për të mirë dhe ndalon nga e keqja, disa kanë me i thonë faleminderit, disa kanë me konë mirënjohës ndaj tij për ato këshilla që ja jep. Ama dikush mund e pret shuplak, dikush mund e lajmëron dikun ku s'duhet, e kështu me radhë, edhe pastaj domthon lypet sabër dhe durim, nga se jetë u thirr në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe i thot wasbir ala ma asabaka inna dhalika min azmi al-umur, sa dije se këtu janë pejqirtime të preferuara. Pra patjetër besimtari duhet të stoliset me këto cilësie, pra ta fal namazin, të urdhron për të mirë, të ndalon nga e keqja, të jetë i durueshëm, nga se sabri Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmend më shumë se 100 herë në Kur'an. Mirë po askund mos më pas përmend, vetëm që ka thonë Allahu në ajet
Wallahu yuhibbu sabirin. Allahu I don durimtarët, Allahu I don sabërlit, do mjafton të që vlerë për me bo sabër. Dhe ajetin tjetër që Allah ka thonë, inna Allahe me asabirin, dhe me të vërtetë Allah është më durimtarët, Allah është më sabërlit. Pastaj e këshillon gjithashtu birin e vet duke I thonë, wala tusa'ir khaddaka linnas, dhe mos I nënçmon njerëzit. Nuk ban ai I cili folet, ai I cili ka me ati shkel në xhami, ai I cili heq dorë pe halalit veçantë tash në Ramazan, pe halalit I thot jo bukës, jo ujit, për arsye se Zoti im kështu po murnan. Nuk ka mundësi ky rob mos sill keq me njerëzit. Ky do të munal nëse e vren veten e vet që këto I ka këto cilësi të këqija, atëherë duhet munal me veten e vet. Çfarë ndikimi ka namazit të on? Çfarë ndikimi ka xherimi të on? Apo ndryshon xherimi mu? Apo ndryshon namazi mu për mirë apo mos jam duke rrajt veten time? Prandaj wala tusa'ir khaddaka linnas, mos I nënçmothet njerëzit. Wala tamshi fil ardi maraha, dhe mos ec në tokë thet me mburrje, mos ec krylart, mos ec me I përqesh njerëzit. Ka ardhur disa transmetime se me një mëdhenj ky dynjë që kanë ec krylart, thot në ditën e gjykimit kanë me kohë sikur se mickojat. Dhe kanë me shkel njerëzit për shkak në nënçmimit edhe poshtrimit tyre që janë treguar më një mëdhenj. Në një hadith tjetër ka thonë pejgamberi alayhis salam, bainama rajulun yamshi fil ard, thot përderisa ka qenë një burr duke ecë në tokë, thot me kryelarsi dhe me menimasi Allah azza wa jalla ka hap tokën dhe ka gëlltit ato. Dhe vazhdon ai duke u funduar në tokë si dënim ila qiyamis sa'a deri në ditën e gjykimit, Allahu na ruaj. Gjithashtu e këshillon Luqmani birin e tij duke I thonë, wa qasid fi mashik, dhe ji I motur në sjelljet në ecjen tënde, wa ghudud min sautik, dhe ule zërin tënd, inna ankara al-aswati la sauti al-hamir, dhe dije thot se zoni thot më I keq, apo zoni më I egër zoni gomorit. Pra besimtari duhet të jetë I motur në ecjen e tij, dhe duhet të jetë I motur në zërin e tij. Ai nuk duhet të bërtas, ai nuk duhet të pisket, mirë po ai duhet të jetë I motur në këtu të dyja dhe të jetë I sjellshëm me familjen e tij dhe me rrethin e tij dhe me njerëzit në përgjithësi, në mënyrë që të jetë shembull I mirë për të gjithë dhe kështu ta kënaqë Allahun subhanahu wa taala dhe të bëhet shembull për të tjerët. E lutem Allahun azza wa jall që këto këshilla të cilat Luqmani alayhis salam ja dha birit e tij, të kemi parasysh në vetët tona, të kemi parasysh me vlladet tonë, të kemi parasysh me familjen tonë, të kemi parasysh me rrethin ku jetojna, në mënyrë që nëse praktikohen këto, atëherë do japet haki Allahut azza wa jall dhe do adhurojmë atë pa I bërë shirk, po të njëjtën kohë edhe do përmirësohet rrethi dhe shoqëria. Dhe lutem Allahun azza wa jall që Allah na bën përmirësues për hajër dhe mirë, dhe Allah na bën çelësa të hajrit dhe dryna të sherrit, dhe të na bën Allahu subhanahu wa taala nga ata që urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja, dhe që I friksohen vetëm Allahu xhela wa ala dhe nuk I friksohen kërcënimit të asnjë kërcënuesi. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Elhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Vëllezër të nderuar, padyshim që këto këshilla të cilat Luqmani alayhis salam ja dha birit e tij janë këshilla dhe porësi madhore, nga sa Allahu subhanahu wa taala I veçoi duke I vendosur ajete kuranore, të cilat lexohen deri në kiamet. Ne saktësisht nuk e dim se kur ka jetuar Luqmani alayhis salam. Disa dietare kanë përmendur se ka jetuar në kohën e Davudit alayhis salam dhe kanë përmendur se Sulejmani alayhis salam pasaj ka përfituar prej këshillave të tij dhe urtësive të tij kështu me radhë. Mirë, po sido që të jetë, më rëndësi është që këto këshilla t'i marrim në jetën tonë të përditshme dhe t'i praktikojmë në vetët tona dhe t'ja mësojmë të tjerëve, nga se Allah subhanahu wa taala I don dhe është I kënaqur. E para e dyta, në këto porositë të Luqmanit alayhis salam
E shohëm dhe vrejmë vëllezër të nderuar se si Luqmani alayhis salam i ka kushtuar si shumë njësimit Allahu subhanahu wa taala dhe të ruhet e drejtë Allahu subhanahu wa taala tauhidi dhe të kijet kujdes nga rreziku më i madh që është shirku dhe kufri. Allahu na ruaj. Imagjinoni vëllezër të nderuar nëse 80 vjet je fal, 100 vjet je fal. Mirë po ndodh kufri apo shirku i madh, gjithë ato vite shkojnë hoq. Ti asgjëson gjithë ato vite. Prandaj ka filluar me asoj çka është më e rëndësishme, që është haki Allahut subhanahu wa taala. Pastaj e ka këshilluar që të jetë falendërues dhe Allahut azza wa jall. A ka më turp se sa njeriu të hanë për të mirat të Allahut, të jeton në qiellin e Allahut, të shijën të mirat të Allahut azza wa jall me të cilat na ka mbuluar me to, dhe pasaj të mos jemi falendërues duke mos i kryer urdhëresat dhe duke mos i ngadalesat Allahu subhanahu wa taala. Pastaj porosia tjetër se se ka këshilluar që të jetë i mirësjellshëm ndaj prindërve të tij. Pastaj porosia tjetër se si të jetë ta ketë bindjen dhe ndjenjen në zemrën e tij se gjithëherë jeni mbi këshirjen e Allahut subhanahu wa taala. Sa e mirë është të mbjellet në zemrat tona se gjithëherë jeni mbi këshirjen e Allahut xhel wala. Pastaj e këshilloj me cilësitë e tjera pas janë mbulli imanin dhe këshillat të cilat ndërlidhen me Allahun në zemrën e tij, atëherë me cilësitë të cilat duhet mos sill me hakun e njerëzve. Pra të urdhërohet më mirë, të ndalohen nga keqja, mos tregohemi krylart, të jemi sabërli, të mos ngritim zërin e kështu me radhë, të falim namazin dhe të kryejmë hakët që kena ndaj njerëzve dhe mos i hina njerëzve në hak kështu me radhë. Dhe gjithashtu vëllezër të nderuar, ai i cili ja jep të këshilla djalit e tij ose birit e tij, padyshim që meriton të quhet i urtë. Dhe Allahu azza wa jall këtu urtësi i mblodhi në Kur'an dhe i përmendi në librin e tij, të cilat Luqmani alayhis salam ja dha birit e tij. Prandaj e shohëm pozitën e Luqmanit kur i ka fol djalit e vet, dhe pozitën e këtyre këshillave kur ja ka dhënë djalit e tij. Prandaj edhe ne kur i dhajmë këtu këshilla dhe kur i përhapum në mesin ton, atëherë padyshim që inshallah do lartësohemi te Allahu subhanahu wa taala dhe për fund e lusë Allahun subhanahu wa taala që Allahut na shton dijen e dobishme, ajo dije e cila na bën dobi në këtë dynjë dhe na bën dobi në botën tjetër. E lusë Allahun azza wa jall që të më ruaj mua dhe juve nga dija pa dobishme, nga ajo dija e cila Allahu na ruaj na çon zemrimin dhe hidhurimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe lusë Allahun që Allahu të jetë i kënaqur me mua dhe juve, dhe lusë Allahun që fundi çdo vepre të jetë i mirë për neve, dhe të na ruaj Allahu azza wa jall nga poshtrimi i dynjas dhe poshtrimi i botës tjetër. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Yaqulu Allahu jalla wa ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم